Unë kam marrë në Amerikë kam qenë 17 vjeç, edhe në fakt nuk kam dashur fare të vi. Nuk më ngjis se Amerikan shumë, jam shumë shqiptare, nuk di se më pëlqen si jetëresës në Tiranë. Çfarë ka të mirë Amerika tani që të pëlqeu? Ndërsa fakti që këtu arrita të kem atë pavarësinë që në Shqipëri nuk do ta kisha. Ema, ti në fakt ke një histori tjetër. Ti je amerikane, por që zemra jote prej shqiptare po fiton për momentin dhe këtë intervistë po e bën nga Shqipëria, me sa di. Po edhe në shpina gjyshes, në Pogradec, në Shqipëri. Ti si e sheh veten? Je e njëjta Ema që je në Amerikë me të njëjtin Ema që është në Pogradec? Si në bazë jam. Por, po jam në Amerikë, unë sikur e baj identitetin shqiptare më fort. Pse s'kam atë lidhje aq shumë. Po kur jam në Shqipëri, sikur më duket vetja më shumë amerikane. Enja, ti kur ju bashkova? Albanians at Ohio State. Në vitë 2. Organizator kur jam në vitë 2 ishte Emma, Amanda dhe Glenis actually. I mbaj mend kur i kam parë tek Involvement Fair që bëhet çdo vit për të prezantuar klubet, organizatat dhe kampusin. Tava e dheut ishte dhe Fergesa, top list. Edhe qoftet se i bënim handball. Shumica e njerëzve që dinin në fakt dinin shumë për Enver Hoxhën, për bunkerët. Edhe ishin njohur me Shqipërinë edhe nga TikTok, nga Instagram, rrjetet sociale, se tani Shqipëria është popullare dhe e bukur. Sa fëmijë vinë çdo fundjavë? Një herë në javë mbahet shkolla shqipe. Po, një herë në javë. Vinë diku tek 10 veta maksimumi, ndonjëherë vinë më pak. Duhet të praktikosh dhe në shtëpi. Nuk mjafton vetëm të kesh 1 orë, 2 orë fundjava dhe të kesh ndonjë faqe të bësh alfabetaren, edhe nuk të kesh dhe në shtëpi. Në farë mënyrë ju jeni ambasadorët e kulturës shqiptare. Gatuam 2 gjëra, një tavdheu, një petullat. A gjenit mbështetje edhe financiare nga shqiptarë që jetojnë në Ohio, që ju thonin bravo vajza, djem për iniciativat, kjo është ndihma jonë për ju? Base më ndek, por më bajtëm në një restorant shqiptar herë, edhe kur dëgjuan që ishin nga organizatët e universitetit, na dhanë disa gjëra falas, na dhanë burek, verë, sa baklava, falas, edhe nuk pjutëm fare. Vetëm na dhanë. Edhe ashtu është kultura shqiptare, se jep bësh që t'nimosh. Mirë si ju gjej në Ilvatare Talks. Kur largohesh nga dheu, likshtohesh se po lë pas vendin tënd. Për shumë të rinj shqiptar në Amerikë, Shqipëria nuk është thjesht një vend në hartë, është një gjuhë, kujtim, një aromë kuzhine, një këngë, një krenari që e mbajnë me vete çdo ditë, një gjysh, një gjyshe, një përgëdhelje. Sot do të flasim për 2 vajza të reja shqiptare që studiuan dhe përfunduan studimet në Ohio State University, një nga universitetet më të mëdha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Enja Brahaj dhe Ema Spirollari janë pjesë e organizatës Albanians at Ohio State, një komunitet studentësh shqiptar e kosovar, por edhe student nga kultura të tjera që janë bërë kurioz për Shqipërinë, për gjuhën shqiptare, për traditat tona. Mes mbrëmjeve me gatime tradicionale, netëve të filmit shqiptar dhe aktiviteteve kulturore në zemër të Amerikës, këta të rinj po bëjnë diçka më shumë se sa thjesht evente studentore, po mbajnë gjallë identitetin shqiptar, larg shtëpisë dhe po a prezantojnë madje atë kombeve të tjera me shumë krenari dhe dashuri. Sepse ndonjëherë mënyra më e fortë për të mos humbur rrënjët është t'i ndash ato me të tjerët dhe t'i kultivosh, po me dashuri. Enja dhe Ema, faleminderit që jeni tek Ilvatare Talks sot. Faleminderit ju. Enja, po e nis me ty. Si ka qenë rrugtimi yt drejt Amerikës? Je vendosur këtu prej afro 6 vitesh dhe si të është dukur tranzicioni nga Shqipëria në Amerikë? Unë kam marrë në Amerikë kam qenë 17 vjeç. Edhe në fakt nuk kam dashur fare të vi. Kemi marrë vesh që do vinim kur isha 15 vjeç dhe mbaj mend që kam qarë. Jam lutur mamit edhe babit që të rrinim dhe një vit më shumë në Shqipëri në fakt. Doja që të marrë gjimnazin aty me shokët dhe shoqet. Por na duhet të vinim një vit përpara se të marrë gjimnazin, në mënyrë që të kishim rezidencë këtu dhe që të nuk pesha mirë me sistemin para se të aplikoja për universitet. Kemi ardhur në 2020 në mes të Covidit. Unë e kisha atë mentalitet, ndoshta i ka buar një që nuk prisa ta përqira Amerikën.
Ndoshta nga që isha shumë e prezantuar me Amerikën përpara për filmave, për seriale që kisha parë. Dhe s'të kishte Që pëlqyer? ashtu ndo. Nuk më ngjisa Amerikan shumë, jam shumë shqiptare, nuk di se më pëlqen si jetesës në Tiranë, se unë jam nga Tirana, jam vinë në Amerikën në Tiranë. Më pëlqen si sa afër janë gjërat me njëra tjetrën, më pëlqen si njeh komshiu. Më pëlqen që fura e bukës është atë dyqani djathtë në shëtë supermarket. Kur erdha këtu, mbaj mend ishte mes të Covidit. Ne u zhvendosëm në Cleveland, Ohio. Ishim me 9 gjyshin afër. Që ishte gjë e mirë, se më kisha arritur gjithë jetën larg atyre dhe gjithmonë kisha një boshllëk në fakt. Por shifja përdallë qetësi, njerëz që nuk ecnin, me makinë të gjitha, thoya po ku janë njerëzit? Isha detyruar të rija në shtëpi, shkolla ishte online, ishte pak vështirë në fillim. Po kam pasur fatin të shkoj çdo vit ta vizitoj Shqipërinë. Edhe të takoj shoqe të afër me në gjyshe. Edhe mund të them që jam e bekuar, kam pasur të mundësi, se shumë njerëz nuk e kanë. Edhe ajo ma ka hepur pak mallin. Po tani jam mësuar, vashakash i shikon të mirën Amerikës, integrohet. Çfarë ka të mirë Amerika tani që të pëlqeu? Që është okay. Ndoshta kjo është personale, po ndoshta fakti që këtu arrita të kem atë pavarësinë që në Shqipëri nuk do ta kisha, të mos jam. Mendoj që po të isha 23 vjeçare në Shqipëri, si shoqet e mia, do isha akoma duke me prindrit, do isha akoma duke u varur nga ata, dhe më pëlqen kjo pavarësia që kam krijuar. Më pëlqen personi që jam bërë dhe sa jam rritur, sepse mendoj që pavarësia të zhvillon në shumë aspekte. Tani jam më e gatshme dhe më I'm able to make my own decisions easily. Sigurisht Je zot i vetes, po them, ja? Po, jam zot i vetes. Kurse mendoj që po të isha në Tiranë still, do ishte okay, bukur, shoqet, shokët, jeta, po nuk do e kisha atë këtësin, do të paguaj qiran, do të kusej lekët, sepse mami dhe babi do më banë atë marë të fluckën në tyre. Sepse jeta, besoj tani edhe ti e pjekur më shumë, edhe je rritur, po jeta në fund është përgjegjësi dhe kënaqësitë që merrni ato përgjegjësi. Po do flasim edhe për këto. Emma, ti në fakt ke një histori tjetër. Ti je amerikane, por që zemra jote prej shqiptare po fiton për momentin dhe edhe këtë intervistë po e bën nga Shqipëria, me sa di. Po e në shpina gjyshes, në Pogradec, në Shqipëri. Si është historia jote? Unë jam lindur dhe rritur në Amerikë, në Ohio. Prindrit janë lindur në Shqipëri, edhe kanë lëvizur rreth 96-ës, e fiton atë Green Card Lottery, edhe kanë mbajtur lidhjet me Shqipërinë shumë të fortë. E kishim mësuar Shqipen përpara anglishtën, e mbaj mend që vetëm në shkollë flisja anglisht, edhe sa u futën në makinë, në shtëpi, vetëm shqipisht. So e kemi bajtur atë shumë fort. Edhe e kishim gjyshin dhe nënën në shtëpi për shumë vite. Atë kishim bajtur me ato, kulturën, ushqimin, gjuhën, këngët, librat, çfarë të duash për kulturën shqiptare. Atë e kemi bajtur edhe kemi vizituar çdo 3-4 vjet. Edhe kështu, ti tani ke më shumë qejf të jesh në Shqipëri apo në Amerikë? Për vështirë është kjo se sikur jam dy vete ndryshe, një në Amerikë, një në Shqipëri. Se kam mungesën e kulturës një çik në Amerikë, se s'jemi në Shqipëri, por e kam më shumë se familjet, shoqet, e kam në Amerikë. E kam jetën në Amerikë. Kuptoj. Por kam njerëzit e zemrës në Shqipëri pra. Emma, ti në fakt je, sa vjeç je tani? 23. 23, e vogël fare jeta përpara, ke kohë ti zgjidhësh këto dilema. Por unë jam kurioze të të pyes, ti si e veten? Je e njëjta Emma që je në Amerikë me të njëjtin Emma që është në Pogradec? Si në bazë jam. Por jam në Amerikë, unë sikur e mbaj identitetin shqiptare më fort. Pse s'kam atë lidhje aq shumë. Por kur jam në Shqipëri, sikur më duket vetja më shumë amerikane. Edhe është për këtë që ndajmë mjepësit.
2 emra të shkrira në një. E ardhmja dhe fati do i vendos pasaj gjërat. Je për pushime aktualisht. Po, për pushimet. Se isha në Francë këtë vit, po bunoja, isha më afër në Shqipërinë se në Amerikë, edhe tash se mos të shkoj. Tani, kthehemi tek tema jon kryesore, sepse mua kështu ma keni tërhequr vëmendjen me Albanians at Ohio State. Mirë, po ju të dyja graduat, duket mbaruat punë tani, ç'do bëhet me shoqatën atje? Ja keni trashëguar dikujt, si do vazhdoj dhe më tregoni pak si lindi, pse lindi kjo shoqatë e shqiptarëve në Ohio? Po, unë e fillova me një shoqe dhe një shok. Shoku më ishte nga Shqipëria, dhe shoqja ishte si muari ndërritur në Ohio. Por të gjithë sikur kishin një mungesë, sa i këm nga shtëpia, sa i këm nga këtë zona kur kishin gjuhën dhe kulturën rreth rrotull, e vajtën në universitetet dhe se kishin marrë fort. Atëherë, unë kisha idenë të fillojmë një klub, një organizat shqiptare dhe bajmë këtë lidhjen prapë, edhe kur jemi për jashtë shtëpisë. Edhe ashtu i fillua, e pritras të shoqen e shotun, edhe u bëra unë president, një beri trezor, ai tjetri vice president, si që me thej. Zëvendës president. Edhe Po, a kishte shumë shqiptar? Kur e fillove në Ohio University, kur fillove ti organizata? unë e dija që kishin disa. Por në organizat kishin base 5 ose 6 kur e filluam. Unë e dija që kishin më shumë në universitetin. Dhe erdhën pasaj ju bashkuan organizatën? Më shumë, çdo vit kemi marrë ndonjë 2-3 tjerët. Enja, ti kur ju bashkova? Albanians at Ohio State. Unë, në fakt, në vitë 2, organizator kërë në vitë 2, ishte Emma, Amanda dhe Glenis, actually. I mbajmë mund kërë kam parë tek Involvement Fair, që bëhet çdo vit për të prezentuar klubet, organizatat dhe kampusin. Edhe pas flamurim. Para kësaj në fakt tani që kujtohem më kishte shkruar Emma në Instagram, sepse ne i njihnim njëra tjetrën, po s'ishim shoqe. Ishte kështu që babi njifte një shqiptar në Kleveland që i kishte gocën dhe i dashko me mua. So we kind of got in touch with each other. Edhe mbaj më shkema më shkruajt dhe më sa për iden, më sa që do ishte the stand-up tek Involvement Fair. Dhe ku pas flamurin, kam hip me vrap, kam që me shoqet amerikane, kam të najderi me mua. Edhe natë që nga jo dit, u bëra member i klubit, nuk e lash klubin në të të meeting, I would go, përfshirë sa të mundësha, dhe vitin më pas pastaj u bëra treasurer, dhe vitin tjetër u bëra vice president, e pastaj u diplomata. Dhe pastaj tani do bëni gati, do lini pushtetin. Si dhe e bëni? Po, në fakt, ne një bëmuam vjet, edhe kishim një shokun ton që u bërë president. Okay. Po Emma nga që ishte në Francë nuk vazhdonte dot involvement in person, po me shpirdishte, me mesazhe, na ndihmonte shumë për ide. Okej, kështu që organizata është në duart sigurta për momentin. Okej, dhe do të vazhdoj prapë me aktivitetet që ju keni bërë. Kam kuriozitet, u bashkuan të gjithë shqiptarët që ishin në universitet tek eventet që ju organizoni, dhe a vinin vetëm shqiptar apo kishte edhe kulturat e tjera, student nga vendet e tjera që kishin kuriozitet për Shqipërinë? Më shumica ishin shqiptarë. Kishin pasë 2-3 që vetëm kishin interes, edhe nuk ishin gjithmonë, por për këto eventet që ishin më të mëdhej, vinin. Edhe kur kishin ushqim, vinin. Vinin se ju pëlqente ushqimi apo vinin se ishte falas ushqimi? Më duket e dyja. Enja, si e ke parë organizimet? Tërhoqën dhe Amerikan apo dhe komësit e tjera që donin të dinin më shumë ç'është kjo shoqata e shqiptarëve këtu? Kishim shumë pak Amerikanë që ishin kurios. Edhe kur na thoshin që ishin Amerikanë, unë habit isha thoja, wow, kurios për Shqipërinë. Kishin ca njerëz turq, ndoshta nga që ishin afër me kulturën tonë. Ata na njohin mirë. Pa. Kishim nga Ballkani. Kemi një shok faktikisht që vjen gjithmonë, këtë vit vinte nga Bosnia. Ishte, domethënë, gjete veten aty me ne, si duket s'kishte klub për bosnjakët. Edhe na mbledh kultura, edhe të mësonte më shumë, why not? Kemi ngartë njëjtat fate, le të themi, pak a shumë.
Si funksionin organizimet? Unë kam parë në faqen tuaj në Facebook dhe në Instagram që kishit një filma, mimoza lastica, kishit gatime të ndryshme. Kush ishte gatimi tradicional që gatuanit sa herë vinte mundësia? Shumë e kemi bërë fërges e bajvent. E kishim si kollaj edhe jo shumë shtrenjtë, si me mish gjithmonë, edhe e bëm fërgesën shumë herë. Çaj mali kishim ca herë bëm. Qofte, edhe qofte. Edhe qofte, po, e kishim qef të bënim ato qoftet. Se kishim kollaj dhe kur e bënim së bashku në apartamentin time kemi bërë, ishte kollaj për të gjithë të dimoni. Njeri prente qepër, njeri prente Për sa veta gatuan? Në atë kohë, sa ishte 10 base. Jo të gjithë të tjerë të në kohë kemi gatuar, ta provonin ushqimin, sa ta bënim pjatat gati, po ishim 8-12. Okej, cili ishte gatimi më i suksesshëm që e pëlqenin, po thuaj se të gjithë? Jo, të gjithë i pëlqenin të gjithë, po tavën e dheu që e gatuan për te së bazë wow, njerëzit vini 2 herë, me pjata. Tavën e dheu me çfarë mishi e bënit me viçi? Me viç, okej. Mirë. Mos gaboj unë bëhet edhe me mëlçi apo? Varet. Ju keni qenë më safe. Po. Ishte që vështirë sepse na duhesha recetat pak easy dhe të përgatuar studentët, se ishit mbikëqyrur nga kuzhiniera aty. Dhe ata më të thjeshtë në mundshme na pranonin. Sa më e thjeshta ishte më e mirë për të bërë, por tava e dheut ishte dhe fërgesa. Top list. Edhe qoftet se i bënim handmade. Edhe qoftet. Po qoftet si bënin me 2 lloj mishi apo? Jo, më duket ishte vetëm mishi e viçi. Vetëm viç, okej, se zakonisht bën edhe me mish deri, më duket, para duhet kombinuar ose me qinj vare. Se kam mësuar dhe unë nga kjo punë tani, se unë sa isha në Shqipëri, vajza, që ta dini ju, isha shumë e zënë me punë. Nga mëngjesi në darkë, haja vetë jashtë dhe nuk gatuaja. Erdha në Amerikë, fillova dhe unë gatuaj gjithë recetat shqiptare. Kështu që është ironi shumë e bukur kjo që na ndodh këtu. Po reagimi i atyre Amerikanëve ose të tjerëve dhe shqiptarëve të Amerikës ndoshta që ishin këtu, si ishte për Shqipërinë, përveç gatimit, përveç aktiviteteve kulturore, a kanë ata kuriozitet për kulturën tonë, për traditën, për historinë? Po, si mos për historinë. Se ne kemi një historinë veçantë, dini ju, por kishin dëgjuar sa gjëra si e kanunit ose Enver Hoxhës, edhe gjëra që këto bunkerët që kemi ne. Edhe vetëm kishin dëgjuar këto pjesa, edhe deshin të shikonin kontekstin më të madh. Si jetojnë njerëzit tash me këtë kontekstin historik. Enja, ti si e ke parë kuriozitetin për Shqipërinë? Duan të shkojnë, ta vizitojnë, në çfarë niveli janë ngacmuar nga kurioziteti? Mendoj që ka, disa dhe historia jonë është shumë utlike dhe veçantë, sepse kemi që shumë vitën komunizëm, kur pjesa tjetër, Ballkanit ishte në Jugosllavisë. Shumica e njerëzve që dinin në fakt dinin shumë për Enver Hoxhën, për bunkerët. Edhe ishin njohur me Shqipërinë edhe nga TikTok, nga Instagram, rrjetet sociale, se tani Shqipëria është popullare dhe e bukur. Dhe mendoj që ju ka prekur ajo curiosity, çfarë informacionet tona. Madje kishim një rast një Amerikan që shkoi për disa muaj në Shqipëri, ishte shumë interesuar për gjuhën, për kulturën, edhe jetoi në Shkodër, në fakt. Kishte krijuar shumë shoqëri me shqiptar, me më të vjetër, më të rinj, edhe kishte mësuar shqip shumë mirë. Bravo, pas ka bërë zgjedhje të bukur, zgjedhje interesante. Tani, ai ishte kështu për gjuhën, duket, studenta për gjuhë dhe ishte shumë interesuar për lingvistikat dhe i pëlqente shqipja kërkashëm. Dhe u kthye në Amerikë bashkë me Shqipen, mbasi jetoi për një kohë në Shkodër. Shumë interesante. A kishte një vend të caktuar ku ju mblidheshit në një farë mënyrë? A ka dhe komunitet apo biznese shqiptare atje që edhe ju i mbështesni dhe ata ju mbështesnin? A gjetët ju mbështetje për këtë organizim që kishit organizuar tek Albanians at Ohio State? Po, kishte lloj vende në Columbus, atë qyteti ku është universiteti, që kanë pronarët shqiptar.
Jo biznes e në ushqim shqiptar ose që jam në qendër shqiptar, kulturën shqiptare, por me pronaret. Kishte ca restorante, një vend me krepa, një vend me ushqim amerikane ishte, edhe kishte një artist që bënte piktura, skulptura, edhe kishte një si art gallery vajtën një ditë. Por kishte edhe më shumë mbështetje kishim nga të organizatën e qytetit, që kemi vajtur në këtë shkollë, kemi ndihmuar, edhe nuk duket që Enia prap shkon ndihmon. Unë isha për një qik, por tash e kanë bërë lidhjen më të fortë me klubin e universitetit dhe organizatën e qytetit. Tani me qenë se jemi tek organizata e qytetit, edhe kur flisnim bashkë me Enia dhe me ty Ema për të realizuar këtë intervistë, Enia ishte zënë gjatë gjithë javës, përfshirë dhe të shtunën, sepse është tek shkolla shqipe. Enia më trego pak për shkollën shqipe që është do fundjavë në Cleveland. Apo është në Cleveland, në Ohio? Në Columbus. Në Columbus, okay. Shkolla ka bën mësim çdo të shtunë deri në 12. Vinë prindërit shqiptarë që sërën fëmijët e tyre. Në fakt, Ema më kontaktoi me organizatën dhe shkollën atje. Edhe vitit që Ema ishte shkillova unë. Kind of in her steps. Çdo të shtunë, ata ndjekin programin alfabetit, pra mësojnë shkronjat fëmijëve me radhë nga A deri në Z. 2 ose 1 shkronjë në ditë, varet nga sa them niveli fëmijëve, varet ku janë ata. Bën ndonjëherë aktivitete ku këndojmë këngë, mësojmë vjersha, se edhe unë besoj që një fëmijë aq i vogël që nuk di shqip mirë, e mëson më mirë shqipe duke folur dhe duke recituar se sa duke thuar gramatik, sintaks. Ato janë shumë të vështira, që nuk i dim 100%. Sa fëmijë vinë çdo fundjavë? Një herë në javë mbahet shkolla shqipe? Po, një herë në javë. Vinë diku tek 10 veta, maksimumi ndonjëherë vinë më pak. Sepse është vështirë të shtunave, ca familje lëvizin, ca familje kanë sport. Po që vinë. Dhe ti aty je si vullnetare dhe shërben si mësueses? Çfarë kontributi jep? Po, ndihmës mësuese të thoja, shkojmë disa shqiptarë nga klubi, edhe tisha si të thëmë, janë 2 mësuese, njëra merret me fëmijët më të mëdhenj, mosha 8 deri në 12 vjeç, dhe gjithçka tjetër merret me fëmijë më të vegjël, 6 vjeç, 7. Ema, ty si të është dukur kur ishe tek shkolla, a është e mundur për një fëmijë që ka lindur këtu në Amerikë ta mësoj në një herë në javë duke folur dhe në shtëpi dhe të edukohet për shqipen? Unë them ka mundësi, po është ajo pjesa e bitë që duhet të praktikosh dhe në shtëpi. Nuk mjafton vetëm të kesh 1 orë, 2 orë fundjava dhe të kesh ndonjë faqe të bësh alfabetaren edhe nuk të kesh dhe në shtëpi. Është kjo pjesa që është më e vështirë, po është më e rëndësishme. Edhe patjetër shumë vështirë të krijosh një interes për fëmijë të vegjël që s'kan pasur këtë eksperiencën me gjuhën, po si ta janë në këto muzikët ose videot ose librat, histori prallat, mund të krijosh këtë interes. Dhe vinë, Enia po thoshte që vinë deri në 10 fëmijë, shumë mirë. Bravo edhe prindërve që po ua kultivojnë dhe i kushtojnë kohë dhe i sjellin. Ndërkohë besoj shkolla është falas apo është me pagesë, si funksionon? Nuk jam shumë e sigurt. Është falas. Është falas. Po sa ishte falas. Pra është organizim i vetë komunitetit që marrin një mësuese, 2 mësuese dhe vullnetarë si Enia dhe i organizojnë. Po. Më do thash vështirësia më e madhe për fëmijët është ku kanë prindër, një prind shqiptar dhe një prind amerikan. Sepse në shtëpi nuk janë mësuar të flasin shqip aq shumë. Edhe mendoj që ata kanë vështirësi më të madhe, sepse si tha Ema, ku nuk e dëgjon në shtëpi, ajo Ema në shkollë bënte anglisht, në shtëpi dëgjonte shqip, e praktikonte. Nësa fëmijët që kanë bilingual, kanë prindër një shqiptar, një amerikan, në shtëpi flasin përsëri anglisht, është më e vështirë. Po prapë përpiqen, vini, sjellin, që më bën të ndjehem shumë mirë kur shoh që
Është shumë bukur. Më pëlqen që përpiqen aty që ta ruajnë gjuhën, ose nga gjuha pastaj do shtohet kurioziteti, do lexohet më shumë për kulturën, për historinë e kështu me radhë. Ju morët pjesë edhe tek Taste of Ohio University 2026, me sa pash në rrjetet sociale, një nga eventet më të mëdha multikulturore universitare. E prezantuat Shqipërinë, mund të na thoni diçka më shumë? Ju se në farë mënyrë ju jeni ambasadorët e kulturës shqiptare. Po, ajo është një event shumë i madh, me pasë 20 organizata kulturore në shkollë, edhe duhet të aplikosh, edhe pastaj kur të pranoj, është një event vetëm për ushqim, ishin pjesën tonë. Gatuam 2 gjëra, një tavdheu, një petullat, edhe çdo organizat gaton ndonjë 2 gjëra ndryshe. Ka kjo pjesë e ushqimit, edhe pastaj kam këtë pjesën e kulturës me muzikë dhe performancë. Atë recetën e petullave do ma jepni dhe mua, se unë nuk kam fat në petulla, nuk më del. Kam bërë çdo lloj recete të mundshme, vetëm petulla nuk janë ato të mia, kështu që jam shumë e lumtur të më thoni çfarë recete keni ju, ta provoj dhe do ju them pastaj. Do ja u publikoj, edhe do ju bëj tag, po do lihe mirë. Ose pastaj jam unë. Jam unë problem. Kemi shkruar të gjitha. Okej, do lidhemi pas intervistës. Enja, si peti aktivitetin? Ne kemi bërë aktivitet për 8 vite në fakt. 2 vitet e fundit kemi gatuar tavdheu dhe petulla. Ka qenë shumë fun, të thoja. Edhe stressful at the same time, se duhet gatuani për 300-400 racione, sepse dhe ta mendosh që jepni më pak atyre njerëzve që të kishim më rreth. Dhe i thej një javë tërë përgatitur. Po jo kursenit brumin, bënit petulla me shumicë. Apo s'kishet mundësi. Po ishin ata në radhë dhe shkollës. Mielin, bezët. Baj, mund 70 kupa miell kemi hetër, bajta aty. Wow. U bëra zhut, duke hetër mielin në kuti 70 vezë. Duhet t'i rrihnim pastaj me spatulën e madhe. Wow, nuk e di, workout krahu ka qenë. Si ta les. Qa thonin të tjerë, studentët tjerë kur ju shikonin që po përpiqeshin të gatuanit aty? Ju duk interesante ajo mënyra, apo thanë, këto shqiptarë nuk që nga në mirë? Jo, po do tërë kishin receta komplekse, do thoja. 300 kg mish, njëri me pul, ne me viç, me brum. U konsumuan të gjitha ato që gatuat? Pa të gjitha. Thuaj të mos për vete. Nuk i provuat as se si kishin dalë? Shumë dy luk i provuan, po në ta ngellën racion. Nuk ishim racion, po le pinim pjatat në fund. Ja u kërkuar recetat, kështu si që po ja u kërkoj dhe unë? Ata që Po vinë mbaj mund disa veta i kërkuan, po. Okej. Mund për herë tjera vitin tjetër, thojni kolegëve dhe shokëve dhe shoqeve atje që ti printojnë disa dhe t'ja u shpërndajnë si flyers. That may be a good idea. E di që çdo gjë ka kosto, edhe për këtë doja të pyesja në fakt, te kostot. A gjenit mbështetje edhe financiare nga shqiptarë që jetojnë në Ohio, që ju thonin bravo vajza, djem për iniciativat, kjo është ndihma jonë për ju? Basën më ndek, por më bajtëm në një restorant shqiptar herë, edhe kur dëgjuan që ishin nga organizabli universitetit, na dhanë disa gjëra falas, na dhanë burek, verë, sa baklava, falas, edhe nuk pjutëm fare. Vetëm na dhanë. Edhe ashtu është kultura shqiptare, se jetë më që dimosh. Edhe është disa gjëra ashtu, jo vetëm me këto pagese me lek, me dollar, por ndihma shumë me fjalët, me donje pjatë këtu andezar. Unë pata shumë kënaqësi që fola me 2 mjeke shqiptaro-amerikane, edhe që kanë kaq në zemër Shqipërinë edhe traditat dhe kulturën dhe jam shumë krenare për ju. Duhet jenë gjithashtu dhe ju vetë për veten tuaj, por edhe familjet tuaja.